Përshëndetje Elvi, Përshëndetje Turi. Qendra Sociale Monrealdo në 3 javëshin e kursit apo? Jemi në javën e fundit të kampit veror, kështu që ke ardhur në një ditë veçantë. Zyrtarisht sot është dita e parë e javës fundit, çka do të thotë që entuziazmi dhe energjia e fëmijëve është në nivele maksimale. Po çfarë do të me këta fëmijë? Se para 2 javësh ishin kështu, si të fjetur. Normal, është dita e parë e prezantimit me njëri tjetrin, shumë prej tyre nuk njihen. Dua të theksoj që këtu është një vend, një kamp ku kemi fëmijë të shtresave të ndryshme sociale, të etnive të ndryshme, të le të themi edhe komsive të ndryshme, sepse në fakt kemi edhe jo shtetas shqiptar, por të huaj që banojnë në Shqipëri. Dhe kjo është gjithë qëllimi i vërtet i këtij kampi të vjetshëm, ku vetë tematika e tij është së bashku për gjithë përfshirjen. Çfarë aktivitete është përfshirjen? Shiko, natyra e aktiviteteve është shumë e larmishme. Ne fillojmë ditën me futje në sallën e madhe, ku mblidhen të gjithë fëmijët, bëjmë disa kërcime, banca, dhe më pas kemi trajtimin e një tematika ditore që prek pak a shumë të gjitha ato gjëra ose element kyç që çdo fëmijë ose çdo njeri duhet i di. Ne kemi folur për qytetin tim, për të drejtat, qyteti im ideal, të drejtat e fëmijëve, kemi folur për emocionet tona, kemi folur për shkollat, për arsimin, sa duhet lidhemi ne me arsimin, si duhet ta ndjejmë ne figurën e prindit dhe të mësuesit. Kemi folur për ambientin, për kujdesin ndaj natyrës dhe ambientit. Domethënë tematikat janë shumë të ndryshme dhe më pas kemi një mënyrë organizimi me lojra, që lojrat janë me dinamika e grupi, lojra me ujë, lojra gjithë përfshirëse ku gjithë fëmijët luajnë dhe askush prej tyre nuk mbetet pas. Tash ky organizatori i kësaj pune i ty, në bashkëpunim kuptohet edhe. Absolutisht. Sa e vështirë është këtu? Fillon që në mëngjes edhe mbaruar akoma ora 7. Unë besoj që gjithë orari i punës në këto 3 javë është thuajse i papërfillshëm, sepse vetë emocionet që marr nga kjo punë që bëj janë të shumta. Pavarësisht se unë nis ditën në orën 8:30 të mëngjesit, ku merremi me gjitha përgatitjet e ditës dhe materialet e nevojshme që na duhen për të zhvilluar aktivitetin, është shumë e rëndësishme të kesh nga pas një staf të përgatitur, vullnetarësh dhe praktikantësh të cilët kanë pasionin, dëshirën dhe mbi të gjitha dëshirën e mirë për të ofruar dhe për të bërë më të mirën për interesin më të lartë të fëmijëve. Atëherë nga ana emocionale, një vullnetar çfarë ndjen? Unë kam parë këto kohë një angazhim maksimal të vullnetarëve. Ata e kanë nisur si një kurs të thjesht profesional për animator social dhe nuk e kam parë këtë thjesht si të marrin një certifikat. E kam parë përtej kësaj gjë, e kam parë si një kontribut nga vetja e tyre për më të mirën për t'ia dhënë tjetrit. Dhe kjo është një gjë që ndoshta i mungon shoqërisë sonë. Domethënë të japësh nga vetja për të tjerët, sepse jemi mësuar gjithmonë që kërkojmë diçka nga pas, ata nuk marrin asgjë nga pas, e vetmja gjë që marrin është dëshira, buzëqeshja, përshëndetjet e fëmijëve sa herë shikojnë rrugës, dhe kjo është diçka që shkon përtej gjërave Turi, është vërtet diçka shumë e bukur. Këtu kemi një fushë të madhe që nuk ka pengesa vizive. Sa e vlefshme është kjo nga ana psikoemocionale të fëmijëve? Shiko, pasja një ambienti të tillë gjithmonë është një burim frymëzimi dhe një burim energjie për fëmijët. Mungesa e hapësirave të tilla në territorin e Bashkisë Fierit bën që shumë fëmijë të ndrydhen brenda familjeve të tyre dhe të kapin ato teknologjinë të jenë gjithmonë në kërkim të sepse gjenerata flasin për gjeneratën Z, kështu që këto janë ndryshimet që vinë në këtë gjenerat. Pasja e këtyre hapësirave të jep një mundësi dhe një lehtësim emocional dhe mbi të gjitha një qetësi shpirtërore. Domethënë që në momentin që fëmijët hyjnë në një ambient të tillë të gjelbëruar, ndjejnë veten shumë të shlirshëm dhe shumë energjik, le të themi, sepse vetë natyra kombinohet me gjendjen e tyre shpirtërore. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Atëherë, mesazhin për fëmijët e keni dhënë gjatë këtyre 2 javëve dhe kësaj jave që s'ka mbaruar akoma. Për prindërit, çfarë mesazhi ka ardhur? Mesazhet për fëmijët janë përçuar çdo ditë, por mesazhi më i rëndësishëm për prindërit është kaloni kohë me fëmijët tuaj, qëndroni gjithmonë pranë tyre dhe nevojave të tyre, sepse fëmijët nuk janë vetëm e tashmja e një vendi, ata mbi të gjitha janë e ardhmja e tij. Kështu që le të bëjmë më të mirën për këta fëmijë që të kemi një vend më të mirë sot dhe më të bukur nesër. Faleminderit. Faleminderit.